Selam aleikum, jam me hoxhën e nderuar Ferit Selimi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa po e banëm një podcast tash, elhamdulillah, po doshta një pyetje hoxha me ta bë. Në TikTok po më shojnë do anonima, kupton. Shkruajnë mesazhe se ankoj di pse. Edhe bash po më shojnë, kupton, anonima e menova thash, ditën e gjykimit me këto të shamet, a kanë më marr gjunahet mu edhe a kanë më pastru kështu? Po normal, kupton që të pastrojnë kupton. Po a di çka? Si të lash shame, çka nuk kanë nësi, nuk kanë shame. Po normal. Në publik nuk dalin ata. Publik nuk dalin, do thotë pak punë është e punë. Ama nëse vjen dikush e çon për para syve, çka është e shame. Çka mirë para syve, ama ato do çka lehin mas shpinës apo tan nuk llogaritën ato. O mos i të qoftë gjëna kanë ato, po. Normal që gjëna kanë, po nuk llogaritet e shame. Absolutisht. Hiç barak për atë. Absolutisht. Veç këtë pyetje ndoshta, Allah i trujtë të shifim. Selam aleikum. Selam.